Vesa Kryeziu në cilësinë e moderatorës tha se ky konsultim është një forcim për ide tona dhe marrjen e vendimeve lidhur me personat me aftësi të kufizuar. Pastaj ia dha fjalën kryetarit të komunës Shaqir Totaj. Me këtë rast tha se kontributi ynë për personat me nevoja të veçanta nuk është që mund të bëhet me një klik, por kemi trend pozitiv. Kryetari Totaj pastaj falenderoi edhe organizatat bashkëpunëtore. Ai pohoi soja që na ndihmojnë edhe neve, kurse ne si komunë kemi një bashkëpunim të mirë me këto OJQ që janë në bashkëpunim me personat me aftësi të kufizuar. Në qeverisje lokale, si kriter vlerësimit e ka se sa kontribuon për ata që ma shumë t'i ka nevojë. Edhe në këtë kontekst, më thonë, kontributi ynë i vazhdoshëm për personat me nevoja të veçanta e matë performancën e përgjithshme të komunës Prizrenit. Natyrisht se çështja për kujdesit për persona me nevoja të veçanta nuk është një çështje që bëhet me një klik, është një proces. Po e rëndësishme është që kemi një trend pozitiv, edhe po ashtu po do me theksu dhe një karakteristikë të rëndësishme për çdo qeverisje lokale, po edhe për Prizren gjithëpërfshimja edhe zgjanimi i rrethit të personave apo shoqatave me të cilat qeverisja lokale komunikon, qoftë direkt, qoftë në mënyrë indirekte përmes agjencioneve të cilat e bëjnë implementimin e projekteve. Para se kemi pas mundësi, e kemi bërë këtë gjithë përfshimje, edhe këtë komunikim direkt, edhe kemi kontribu, mirë po përdu me theksu se këj proces është me vazhdim me sipër, edhe me sigurin të arme, do të ketë komunikim të vazhdoshëm kvalitativ, do të ketë investime edhe matë mëdha në përkrahjet e personave me nevoja të veçanta, sepse e dim që nevojat e komunitetit janë shumë matë mëdha se sa ajo që na kemi bërë tash. Mirë po fakti që është një pikë e rëndësishme për orientim edhe për shpërndarjen e buxhetit, të cilin jemi në proces përgatitjes për vitin e ardhshëm. Prandaj e konsideroj që këto takime, këto projekte, këto komunikime gjithmonë na japin informacione më tepër, ato informacione neve pastaj na shërbejnë për identifikim problemeve edhe për përfundje në programet tona buxhetore në mënyrë që gradualisht një nga një të adresohet. Petrit Blaca, përfaqësuesi Prenda Plus në Prizren, ka folur për disa projekte që po lancohen në komunën e Prizrenit. E dim që komuna e Prizrenit qëndron pak më mirë me infrastrukturë se komuna tjera, por prapë kemi nevoja, e dim që kemi nevoja shumë të mëdha në komunë për me i përfshi sa më shumë personat me aftësi të kufizuar. Gjatë takimeve tona i kemi diskutu idetë cilat kishin me mujtë me u implementu në komunën e Prizrenit. Jemi taku 2-3 herë, jemi taku si fokus grup, kemi diskutu, i falenderoj anëtarët e fokus grupit që kanë dhënë kontributin e tyne. Në kuadër të projektit, thash, kanë me u implementu 2 projekte më të mëdha në komunën e Prizrenit. Komuna e Prizrenit është bashkëfinancuese në këtë projekt me 50%. Këto 2 projekte kanë me u përzgjedh prej fokus grupit edhe prej qytetarëve. Idetë që kanë dalë do të shohim prioritetet cilat kanë me qenë dhe projektet i prezantohen komunës Prizrenit dhe organizatës Arbeiter Samariterbund për aprovim final. Nën kryetari Kujtim Gashi tha se po i shtoj vetëm disa fakte që i kanë paraprirë këtij projekti. Ne kemi pasur edhe disa projekte që i kemi realizuar. Tashmë jemi në një fazë të re dhe projektet e reja besoj t'i realizojmë. Kisha me kërkuar se mos të jenë projektet të cilat aktualisht realizohen prej komunës, që mos të duplifikohen, për shkak se sa i përket infrastrukturës, sidomos te projektet e reja, aty nuk ka nevojë të ketë propozime të reja, sepse aty parashihen gjitha këto elementet, sepse në fund ato dalin edhe prej strategjisë dhe prej dokumenteve, kemi llozimin administrativ. Po projektet e cilat nuk janë të paraporë as në dokument e as në projektet e cilat realizohen prej komunës së Prizrenit. Për shembull, kur jemi te infrastruktura rrugore, te trotuaret, ju keni pasur aty ka intervenime, ka lëvizje të reja, edhe nuk kisha kërku me propozu kësi lloj projekte, sepse ato veç i bëjmë në vetë, ndërkohë sa i përket
ashensorëve dhe qasjes në për objektet publike. Ju e dini që objektet e reja që ndërtohen, qofshin ato publike, qofshin private, ato kanë me obligim me pas edhe ashensorin edhe qasjet alternative për persona me nevoja të veçantë, por natyrisht që janë disa objekte të vjetra, të para luftës, që kanë mungesë të qasjes, edhe është mirë me mendu dhe këtë pjesë. Komuna është këto për me qenë bashkë me ju, pjesë e këtij projektit, pavarësisht që ne jemi dakordu me organizatën për me financu 50 plus 50, dhe më thonë 50 me 50, ne jemi të gatshëm me rishqyrtu këtë opcion nëse ka ma shumë projekte. Ylka Berisha nga shoqata të verbërve tha se kam një pyetje dhe një ide. Lidhur me personat e verbër të kenë disa kërkesa më specifike në aspektin vizual. Krijuar një ekip mobile, me pas lloj vizita të ndryshme, një punë peripatetike, duke përfil kuadër, psikologë, sociologë, për si shtash tranzitjen e autonomisë personave të verbër dhe personave me autizëm vizual, shmangjen e stigmatizimit të tyre, pra të personave me autizëm vizual, dhe tjetra, shmangjen e infantilizimit të moshave të arritura. Antigona Shesan tha se një person që ka qenë mbyllur disa kohë, kur ka dalur dje është befasuar. Reagim që dje ka pas prej personit me autizëm vizual, kur e ka pa mas 30 vjetë rrugë të Prizrenit, dhe ka thënë shumë janë zhenu, unë kam ku me kalu, me karocë, edhe shumë është Prizreni i bukur. Që kjo është një reagim për një personi cili ka qenë i mbyllur në shtëpi me vite, dhe veçdeshta me ndarë që këto me ju, e di sa kemi punu në këto, dhe me të vërtet shumë jam krenare që kanë qenë pjesë e këtij ekipit bashkë për qatë qëllim. Pra nuk du me foj për infrastrukturën personi në karocë e ka momentalisht masë mirti në Kosovë, në Prizren. Një knaqësi e madhe për ashensorë se këtë shqetësim e kam pritë 3 herë në dëgjime publike për ashensorë në ndërtesa ku ekziston mundësia edhe vendi për ato. Bashkim Rakaj tha se po jap një propozim konkret, mendoj se na duhet një kategori sociale për të ditur saktësisht numrin e personave me aftësi të kufizuar. Para se me fillu projektet e tjera me bo një argzim social. Çka në kuptojmë argzim social? Po më shkotin me shpjegu për me kemë pak qartë. Argzim social do të thotë shtrirja e personave që kanë nevoja të ndryshme në teritorin e komunës Prizren. Nëse na kemi qëtë argzimin social, për shembull, sa persona me aftësi të kufizume të tipit në karrocë kemi në qytet dhe sa në fshat. Sa i kemi në lagjën në ortokall dhe sa në lagjën vazhdarat, një për kategori dhe të tjera. Pastaj ne kemi mundësi si komunë dhe si drejtori, edhe si organizatë e qeveritare të intervenojmë më shpejt në varësi të target grupeve caktuar ku janë. Hisni Buqa poi që bankomata të bëhen me zë. Ka disa lëvizje të mira, po ka dhe shumë pengesa për shkak lokaleve që i qesin këto në rrugë, këto tavolina, këto sene për shërbim. Merita Shala paraqiti dhe disa ide për nxënësit me aftësi të kufizuar. Ajo që ne na shqetëson për momentin është këto shkollat e mesme, kanë mungesë, s'kisha thënë gjithë se kushton shtrenjtë, ka shumë kosto, po propozimi im ka qenë montazh, gjithë montazh vogël që zën vetëm një person në karrocë. Pastaj përfaqësues të ECMA ndryshe dhanë kontribut në këtë konsultim publik. Andaj në investime tjera, po besoj që duhet të fokusohemi kur do të kemi konkretisht, posaçërisht e këndet lojrave të jemi sa më gjithë përfshirës dhe të ofrojmë edhe lojra për këto kategori.